Heje njerëz të bukur, tani që thoni do bëjmë bukë me mamin. Kemi hedhur 750 gram mjell të zi dhe 250 të bardhë, 1 kile, gjithë. Që t'i hedhim do t'i hedhim pak kripë, një lukë të, që shko? Lukë gjëlle, gjysmë lukë e gjëlle, gjysmë lukë e gjëlle, edhe jo shumë të kripur. Mirë, jo shumë të kripur, që ka bërë vaj ulliri, vaj ulliri, shumë i hodhe, mbaje dorën. Se është i shtrenjtë vaj ullirit. Nuk e hodhëm Maja. Maja nuk e hodhëm? Haruam Majanë. E me hire tani se s'ma pa njeri. Sa zoj. Pa, për kështu jemi të mençura dhe unë dhe mami. Na lumë si duart. E tani do t'i hedhim edhe ujin e ngrohtë. Edhe tani po e mbrymë me ujë të vakët. Legeni është që e përdoret për gjellra, se dëgjojmë edhe një dy të zgjuara që legenin e rrobave përdoret. Edhe tani po e mbrymë bukën, vetëm që dua të tregoj këtë është far brumi dhe sot përdorëm Maja nga nesër tutje, në fakt jo do të rri 7 ditë. E kemi përgatitur me mjaltë, me çfarë kemi përgatitur? Miell, ujë. Me miell në fakt na e dhanë të gatshme, nuk është se përgatitim neve. Po do ta përdorim neve. Se pasi bëm dhe neve shakan, hajt tani të themi se si e përgatitëm tharmin, Majane bukur, quani si të doni. Filluam, e mori mami recetën nga një shoqe dhe po e bën. Kjo është ditë e katërt tani që ka harritur deri këtu. Ditën e parë çfarë i hodhe? Një lukë të vogël me mjaltë, 50 gram marja ujë, 50 gram marja miell. Me gram. Me gram. Po i përzihem të gjitha. Edhe e lamë të mbuluar me një letër kuzhine. Nuk i vëm kapak se prishet, Jo, duhet të jetë me letër kuzhine që të fermentohet brumi. Po. Ditën e dytë e shtrojmë me se na mbyt babaj. Ditën e dytë pra se do marroj videoja. Kremër do mbytesh apo jo?